Në prag të ndeshjes kthyese mes Shkëndijës dhe Europa FC në kuadër të raundit të parë të UEFA Conference Liga, sot në hapësirat e stadiumit në Shkup, pres konferencën zyrtare para ndeshjes e mbajti ekipi Nikoqir KF Shkëndija. Për pritshmëritë për këtë ndeshje kthyese para gazetarëve folën në trajneri Artin Pollozhani dhe kapiteni Arbin Zainullai. U pyetën nëse do të ketë ndryshime në formacion duke pasur parasysh rezultatin nga ndeshja e parë, Pollozhani tha se në terren do të del me formacionin më të mirë. Patjetër që ne kemi rezultat pozitiv nga ndeshja e parë, por që kjo nuk do të thotë që ne bëjmë ndryshim në formacion ose nuk do të thotë që ne të mos e marrim me seriozitetin më të lartë ndeshjen, sepse është një arsye e thjesht, ne duam akoma të konsolidohemi në manovër, që do të thotë në të dyja fazat e lojës funksionojmë si grup, sepse patjetër që koha ka qenë e shkurt për të futur ato ide tona, për shembull që ne do na duhen për vazhdimsi. Nuk besoj që mund të ketë një lloj neglizhence si nga ana e formacionit apo neglizhencë në paraqitje të lojtarëve, pasi që dihet këto ndeshjet në Evropë janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse nuk janë të lehta pavarësisht rezultatit, por që nuk janë ndeshje të lehta. Kjo do të thotë të gjithë nga i pari deri ke fundit nuk na intereson rezultati, por që na intereson manovra dhe paraqitja që ngrihemi në nivel tjetër, sepse do na duhet për vazhdimsi. Trajneri Kuqezi ka edhe një porosi për tifozët që të jenë në numër sa më të madh. Patjetër që thirrja është ajo e zakonshme edhe më e rëndësishme që të jenë sa më shumë numër nesër në stadium, duke ndjek ekipin e tyre të zemrës, edhe duke fillu na mbështesin nga nesër edhe në vazhdimsi. Futbollisti Arbin Zainullai tha se atmosfera është në nivelin e duhur dhe pret përkrahje nga tifozët kuqezi. Atmosfera në ekip është pozitive, gjithashtu edhe serioziteti është në maksimum, kështu që jemi të gatshëm për ndeshjen nesër. Gjithashtu edhe unë i ftoj që të jenë nesër në stadium që të na ndjekin, pasi që siç e kam thënë edhe disa të tjerë, përkrahja e tyre ndikon shumë ke ne, ka rëndësi shumë ke ne dhe i ftoj që të jenë sa më shumë në numër. Shkëndija sonte në stadiumin e Shkupit do ta zhvillojë seancën e fundit zyrtare para ndeshjes së nesërme që fillon në ora 20.